Për vite me radh, kemi denoncuar një aferë që për nga llogaritë aritmetike, edhe një nxënës i klasës së 5 do të merrte vendime më të mençura për menaxhimin e parave të shtetit të tij. Po flasim për 2 tigrat në Vlorë, asete termike që supozohej të na shpëtonin nga kriza energjetike, që në nisje procedura mbante shkelje të shumta, por edhe sot që flasim, ato vetëm sa thellohen. Ndaj, tashmë, pas një viti e gjysmë, që anijet janë marrë në dorëzim dhe filluan të prodhojnë energji, le të bëjmë një bilanc se sa kemi shpenzuar dhe sa kemi fituar. Por, më parë le t'ju kujtojmë se si u lidh kjo kontratë. Kesh u ngarkua me një vendim nga Këshilli i Ministrave për të marrë asete gjeneruese termike me qëllim prodhimin e energjisë elektrike. Procedura e garës ishte emergjente, duke i lënë shumë pak ditë kompanive private për të hartuar dokumentacion e për të paraqitur oferta. Por edhe pse ligji kërkon 10 ditë për të shpallur thirrjen dhe për të pritur shprehjen e interesit, Kesh la vetëm 3 ditë kohë nga 2 firma që dhanë ofertë. Pranohet ajo e konsorciumit mes Accelerate Energy dhe Renko. Kontrata mes Kesh dhe Accelerate Energy u negociua në mars të 2022-shit dhe u firmos një muaj më pas, por pa lënë datë dorëzimi. Një tender emergjent ku duhet sqaruar se emergjenca ishte vetëm për shtetin dhe jo për kompaninë. Pasi kësaj të fundit ishte lënë në dorë ta sillte mallin kur të donte vet. Si pasojë, asetet e prodhimit të energjisë elektrike mbërritën pasi çmimet e energjisë u normalizuan dhe u vendosën në punë, sepse kriza kishte një vit e gjysmë që kishte përfunduar. Ndërkohë, kontrata që kompania Accelerate Energy lidhi me Kesh në prill të vitit 2022 shërbeu si kolateral për të marrë kredi bankare e për të blerë më pas anijet me TES në Bangladesh. 2 TECet i kushtuan Accelerated $15 milion, 3 herë më lirë se kosto që do të paguaj Kesh për qiran 2 vjeçare, që është $46 milion, ndërsa për operimin e tyre do të paguaj $22.5 milion te kompania Renko. Një absurditet logjik që do të ishte çmenduri jo vetëm për ekonomistët, por edhe për ata që dinë aritmetikën e thjeshtë. U bë reklam se anijet termike janë sjell nga kompania e madhe amerikane Accelerate Energy, por më pas rezultoi se firma që ka lidhur kontratën është një tjetër Accelerate e regjistruar në shtetin offshore Delaware, parajsë fiskale që mban sekret pronarët. Për më tepër, në ofertën e dorëzuar pranë Kesh rezulton logo e firmës amerikane Accelerate Energy, por në brendësi, derisa certifikata e regjistrimit është e një kompanie tjetër, Accelerate Global Operations LLC, ndërsa personi që ka firmosur ofertën është Daniel Bustos, shefi i njësisë tregtare i një tjetër Accelerate Limited Partnership. Të dyja këto kompani të regjistruara në parajsa fiskale. Por jo vetëm kaq, ndotja mjedisore që i shkaktohet zonës së mbrojtur në gjirin e Vlorës është kolosale, pasi TECet, kur punojnë me kapacitet të plot, djegin 500 ton mazut në ditë. Ajo që e vulos këtë histori si abuzim është një auditim që ka kryer kontrolli i lartë i shtetit për performancën e kontratës, nga ku rezulton se kosto për energjinë prodhuar nga anijet me TES është më e lartë se energjia që mund të blihej në treg të lirë. Çmimi mesatar i energjisë elektrike në bursën hungareze Hupex për vitin 2025 është €110 për megawatt-orë, ndërsa sipas llogarive që ka bërë KLSH, nëse e njëjta sasi do të prodhohej nga termocentralet lëndruese, kosto e prodhimit të energjisë do të dilte €268 për megawatt-orë. Tani le të shohim pak bilancin e prodhimit të energjisë dhe parave që këto anije kanë marrë sipas asaj që vetë institucionet rregullatore raportojnë. Të dhënat e endit rregullator të energjisë për vitin 2024 dhe 2025 tregojnë se asetet termike gjeneruese të vendosura në portin e Vlorës kanë prodhuar 22.639 megawatt-orë energji në vitin 2024 dhe 77.087 megawatt në vitin 2025. Pra në total 99.726.000 kilowatt-orë energji. Nëse do të llogaritnim mesataren ditore të konsumit për vitin 2024 dhe 2025, që është 20 milion kilowatt-orë në ditë, anijet i bie që të kenë punuar për të na mbajtur me energji plot 5 ditë. Po sa kemi paguar për energjinë e prodhuar nga këto asete termike që i morën me qira $45 milion për 2 vjet? Sipas asaj që raporton korporata elektroenergjetike, deri në fund të vitit të shkuar janë paguar si qira për kompaninë Accelerate Renko $33 milion, ndërsa për Renkon si operues dhe mirëmbajtës i tyre janë paguar $15 milion. Deri në fund të vitit që lan pas, kompania e ngritur për zbatimin e kontratës me Kesh për anijet Accelerate dhe Renko ka marrë 75% të pagesës, ndërsa Renko 67% të pagesës së zotuar në kontratë. Ndërsa tani, le të shohim se sa janë paguar për qiran, operimin dhe lëndën ndjekse për prodhimin e këtyre 100.000 megawattove të arta. Vetë Accelerate dhe Renko kanë marrë $48 milion që konvertuar në euro janë
16.2 milion euro dhe 15 milion euro janë shpenzuar për lëndën ndjekse që është blerë për të vënë në puna në jetë. Në total, 56.2 milion euro për 99.726 megawatt-orë. Çmimi për 1 megawatt del 563 euro, pra 2 herë më i lartë edhe se ai që ka llogaritur kontrolli i lartë i shtetit. Pa llogaritur këtu kostot të tjera që janë paguar për vënien në punë të anijeve që prodhojnë energji, 1.7 milion euro për sigurimin e tyre, 460.000 euro për zhdoganimin, 1.7 milion euro për vajin lubrifikues dhe 7.2 milion euro për qiranë e depozitimit të lëndës djegëse. Në këtë rast, do të na rezultonte 67.26 milion euro të paguara për të prodhuar rreth 100.000 megawatt-orë energji ose 675 euro për 1 megawatt-orë. Kosto, të cilat sot me çmimet e lëndëve djegëse në bursa që janë rritur për shkak të konfliktit mes SBA-s dhe Iranit, do të dilnin dhe më të larta. Vetkesh thotë se ka prodhuar energji nga anijet për optimizimin e portofolit të energjisë, duke shitur në periudha kur çmimi ka qenë i lartë në oraret e pikut dhe ka përdorur energjinë e importit në periudhat kur çmimi ka qenë i ulët. Por nëse shohim energjinë e shitur që kanë prodhuar dy anijet, sipas të dhënave të bursës së energjisë, në total janë shitur 1211 megawatt-orë energji dhe janë arkutuar 135.000 euro, një çmim mesatar për 111.3 megawatt-orë. Pra, është prodhuar energji nga anijet me kosto 675 euro për megawatt-orë dhe është shitur me 111.3 euro. Shkurt, nga anija termike kemi shpenzuar 6 herë më shumë për ta prodhuar energjinë sesa çmimi që e kemi shitur. Një model biznesi që nuk ekziston askund në botë përveç se në Shqipëri dhe që administrohet nga një prej kompanive më të rëndësishme publike.